Zoti tregoi se udha që ndjekin qafirët është e kot, batil, për të treguar edhe se ç'kan për të thënë ata në rrugën e tyre për të shpëtuar, Zoti urdhëron e thot: Se yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Ata që i vën shok Zoti do të thonë nëse do të kishte dashur Zoti, nuk do t'i vinim shok atij as ne, as prindërit tan dhe as nuk do të bënim ndonjë gjë haram. Kështu i kanë përgënjeshtruar popujt para tyre pejgamberët e vet, derisa e kanë ndier reptësinë e ndëshkimit ton. Prandaj ti mos u mërzit o Muhammed, thuaj ju atyre nëse keni ndonjë dituri të arsyeshme na e tregoni edhe neve, por ju s'ndiqni gjë tjetër veç se një hamendje të thatë dhe s'flisni gjë tjetër veç se gënjeshtra. Qul falillahi al-hujjatu al-baligha falau sha'a lahadakum ajma'in. Thuaju atyre, pra meqense ju s'keni ndonjë dituri të arsyeshme, Zoti ka një argument të plot, krejt dukshëm sikur të doj, ai ju drejton në udhë të mbar të gjithëve. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Thuaju atyre janë i sillni dëshmitarët tuaj të dëshmojnë se Zoti e ka ndaluar këtë dhe në qoftë se ata dëshmojnë ti mos dëshmo së bashku me ata dhe mos ndiq dëshirat e paligjshme të atyre që nuk besojnë në ditën e fundit, ata barazojnë Zotin me idhujt e vet. Shpjegime. Fahri Raziu thot se Zoti e urdhëroi pejgamberin të kërkonte prej mohuesve dëshmitar për pretendimin e tyre që kështu secili prej tyre të kuptonte se ata nuk kishin asnjë argument dhe asnjë dëshmitar, pastaj Zoti ndaloi pejgamberin të dëshmonte së bashku me ata me qëllim që vegjëlia e tyre të merrte vesh se dëshmitarët e tyre ishin gënjeshtar. Tani për treguar se gjërat e ndaluara me arsye janë këto që vijojnë, Zoti urdhëron e thot: Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Thuaju atyre janë t'ju lajmëroj ato gjëra që Zoti ka ndaluar për ju, mos i vini atij shok askënde asgjë, nderoni prindërit, mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë, sepse ne ju ushqemi juve dhe ata. Mos u afroni në punët e turpshme as fshehtas, as hapur, mos vrisni njëri, vrasjen e të cilit e ka ndaluar Zoti, veç se me një të drejtë për kisas, këto janë porosit tona për ju dhe që ju t'i kuptoni. Shpjegime. Në këtë ajet të madhëruar janë 10 porosit e Allahut që janë përmendur në Kur'an dhe në mënyrë fare të qartë në çdo sheriat, ndër ato 5 janë përmendur në ajetin e mësipërm, 4 do të përmenden në ajetin që pason dhe njëra do të përmendet në ajetin e mëpastaj. Ndër 5 detyrat e përmendura në këtë ajet, njëri është urdhër, të tjerat janë ndalime. Hazini thot se Zoti thekson se mirësia më e madhe e Allahut për njeriu janë nëna dhe babai i tij. Fill pasi ndaloi që t'i vihet shoku i tij, Zoti urdhëroi nderimin e prindërve. Pse? Sepse krijuesi i vërtet i njeriu është Zoti, por shkaku i dukshëm i qenies së tij janë prindërit. Për këtë arsye Zoti porosi në këtë ajet se për çdo njeri është detyrë e shenjtë respektimi të drejtave prindërore pas respektimit të drejtave të Zotit, më pas Zoti porosi se është detyrë të respektohen të drejtat e fëmijëve. Para Islamit në kohën e xahilijetit e kishin bërë zakon t'i vrisnin vajzat e veta pa pikmëshire, më tepër prej frikës se nuk kishin me se t'i ushqenin. Zoti ndaloi njerëzit nga vrasja e vajzave duke i thënë që të mos friksoheshin për ushqimin e tyre, sepse është ai që e siguron ushqimin e prindërve e të bijave të tyre, pra duhet ruajtur jeta e tyre. Pastaj Zoti urdhëroi e tha: mos u afroni në punët e turpshme, as fshehta se as hapur. Në kohën e xahilijetit, imoraliteti fshehur nuk ishte punë e turpshme, kurse Zoti ynë i ka numëruar të turpshme të dyja mënyrat e kësaj pune të ndaluar si hapur ashtu edhe fshehtas. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Mos ju afroni pasurisë së jetimit veç se me një mënyrë të bukur, veç se për ta ruajtur ato ose për ta shtuar me tregti, derisa ai të rritet, edhe masni e peshoni drejt. Mos u hyni në hak të tjerëve duke matur e peshuar mangët. Ne nuk e detyrojmë asnjë njeri me më shumë se sa ka fuqi.
Me të vërtetë respektimi i përpikt i të drejtave njerëzore është diçka shumë e zorshme, por ne ju detyrojmë juve me aq sa mundeni. Edhe kur të flisni, sidomos kur dëshmoni ose kur gjykoni, bëni drejtësi. Edhe sikur ata për të cilët flisni të jenë të afërmit tuaj, mbajeni dhe besën që i keni dhënë Zotit. Mos gjykoni jashtë të drejtës. Këto janë porositë e atij që të këshilloni me to, ndryshe dënoheni me ndëshkimin e Zotit. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ja, kjo është udha ime e drejtë, por ndiqeni atë dhe mos ndiqni udhët e tjera, sepse ato ju ndajnë juve prej udhës së Zotit, kështu u porosit ai juve që të ruheni. Shpjegime. Ja, kjo është udha ime e drejtë. Kuptimi, dijeni se urdhrat e ndalimet e treguara në Kur'an, sidomos ato që janë përmendur në këtë sure, veçanërisht 10 porosit në të 3 ajetet e fundit janë udha e drejtë pa asnjë shmangje, udhëtëcila ju dërgon juve në bregun e shpëtimit. Dhe ndiqeni atë dhe mos ndiqni udhët e tjera, sepse ato ju ndajnë juve prej udhës së Zotit. Kuptimi. Meqense kjo udhë ju dërgon juve në bregun e shpëtimit, ndiqeni atë dhe mos ndiqni udhë të tjera, sepse ato udhë ju përçajnë e ju ndajnë prej udhës së Zotit dhe kështu shkatroheni siç janë shkatruar kombet e tjera. Fahri Raziu dhe Hazini thonë se pejgamberi qoftë bekuar për t'u treguar sahabëve praktikisht udhën e drejtë, ka hequr një vit të drejtë dhe u ka thënë atyre, ja, kjo është udha e drejtë, pastaj ka hequr disa vijëza në të djathtë, në të majtë të vijës së drejtë dhe u ka thënë në çdo njërin nga këto udhë gjendet një djalë i cili i thret njerëzit që të kalojnë andej. Ibn Abbasi thotë se këto porosit të përmendura në këto 3 ajete gjenden në çdo fe të Allahut dhe nuk janë anuluar asnjëherë. Ai njeri që vepron sipas këtyre porosive hyn në xhennet, kurse kundër vepruesit hyn në xhehenem. Thumma atayna Musa al-kitaba tamama ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Pastaj tani që i mësua dispozitat, dijeni se ne me madhërin toni dha Musait librin për t'ia plotësuar mirësinë atij që vepron mirë dhe për t'i shpjeguar çdo gjë, si dhe për të qenë ai udhëheqës e mëshirë, mbase ata do të besojnë në takimin me Zotin e vet. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Dhe ky libër që ne kemi zbritur është i uruar, prandaj ndiqeni atë dhe ruhuni nga kundërshtimi i tij që kështu të mëshiroheni.